Në 88 o bo marshi i minatorëve prej Trepqës, në Prishtinë, ka ardhur në qatë fotografinë e Hazir Rekës që e kemi, ka ardhur në kam 40 km. Në 88-ën, gratë, thojnë kena me hecë si minatorët, po tash është krejt me gra, marshi i grave, edhe kena me qu bukë. Do me thonë, e kanë shti elementin feminist, që është shumë autokton edhe autentik, shumë originala. A ti pse po thëmë original? Se janë bo 25 vjetë mas që asaj proteste, kërkush në botë se ka përsërit mu. Buk. është qatë shqiptare, që kjo është gru shqiptare. Në simbolike e rëndësishme. Po. So përsërit mu. Kjo o haru. Shumë kjo o haru. Me fotot e Ridvan Slivovës që i kemi që aty, shumë bukra të një fotografi lokal, të dytë janë autentik, të kohës ku BBC-ja të hujt nuk kanë qenë të embullu. Do më thënë kena pas gazetar tonë, Hazir Reka minatorët, Ridvan Slivova, mandej kemi studentat, protesta studentore të fotografume prej Eliza Hoxhës, cila sot do deputete atëherë ka qenë fotografe. Fotografe prit parave qika shqiptare që ka qenë fotografe.